Nëse kam shpifa për përgojuar për ndonjë person kohë më parë dhe tani jam penduar, si të veproja, duhet me ja lyp Allallikun, por kam frikë mos më hapet ndonjë problem tjetër që t'i tregoj se për çfarë, apo të kërkoj thjesht falje Zotit dhe të bëj dua për personin fjalë. Pendimin nga haku i njerëzve është ky. Pra ti mund të pendohesh për gjunovin që ke bërë, për mëkatin, por nëse ka të bëjë me njeriu, duhet patjetër me kërku Allallikun njeriu, siç është rasti i përgojimit, shpifjes, i pasurisë tjetrit, i nderit tjetrit etj. Duhet patjetër me marr Allallikun personit në fjalë. Po nëse marrja e Allallikut mund shkaktojë një problem më të madh, atëherë thuhet pra për interpretimet, thuhet i merret Allallikun përgjithësi. Valla më na bë Allah nëse kemi një hak, nëse kemi bë një. E dyta, në vendet ku e ke përgojuar ose me njerëzit ku ke përgojuar, duhet të thush të kundërtën. Duhet të thush të kundërtën. Se njerëzit kanë marrë një përshtypje dhe krijuar një, si më thënë, ide për gjën, për faktin, për ngjarjen, për rastin. Dhe duhet patjetër atë që ke bërë ta xhbësh. Pra edhe Allalliku nuk është i mjaftueshëm me kërku derisa ta xhbësh dëmin. Nëse është mundësia, nëse nuk është mundësia, atëherë hajër, inshallah kërkoj Allallikun përgjithësi dhe lutju Zotit për këtë njeri derisa të mendosh se ke shlyr detyrimin ndaj tij.